Gratë neglizhojnë, por entja e këmbëve mund të tregojë nëse po vuani nga këto sëmundje. Entja e këmbëve nuk duhet të neglizhohet, pasi nuk kemi të bëjmë vetëm me gjendje kalimtare të shëndetit, të cilat shkaktojnë fryrje për shkak edhe të qëndrimit të gjatë në këmbë ose ulur. Por është një reagim i trupit që tregon se mund të kemi probleme me qarkullimin e gjakut, me hormonet, me veshkat ose edhe me shëndetin e tiroides dhe të mëlçisë. Ekspertët tregojnë se duhet të tregoheni vazhdimisht të vëmendshëm, sidomos në rastet kur vëreni fryrje të këmbëve, pasi mund të jetë edhe për shkak të venave të cilat krijojnë një qarkullim të dobët dhe krijojnë edema. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ky mund të jetë shkak i fryrjes së tyre, por ndonjëherë mund të kemi edhe çekuilibrim të estrogjenit, kur kemi gjithashtu edhe disbalanca të tij në trup. Ekspertët shpjegojnë se enët të fryra gjithashtu mund të jenë të ndjeshme ndaj presionin menstrual, dhe femrat gjatë menstruacioneve të tyre mund të kenë trupin më të fryrë, kryesisht edhe pjesën e këmbëve. Ndaj nëse po përpiqeni të lehtësoni këtë komplikacion, tregoni vëmendje ndaj shëndetit tuaj, pasi në disa raste mund të jetë tregues i problemeve parësore, të cilat ndikojnë në drejt për së drejti edhe në gjendjen tuaj. Gjithashtu, një tjetër arsye pse venat e këmbëve mund të jenë të fryra është se ato nuk e filtrojnë dot si duhet edhe qarkullimin e lëngjeve në veshka. Duke mbajtur sasinë e tepërt të kripës në këtë pjesë të trupit, ato do të krijojnë fryrje, komplikacione të tilla dhe gjithashtu do ta rëndojnë më shumë shëndetin. Ekspertët thonë se çrregullimet tuaja të tiroides mund të jenë një tjetër arsye kryesore, të cilat shkaktojnë qarkullim të dobët të gjakut dhe vështirësi edhe në qarkullimin në këmbë, duke nxitur kështu probleme të cilat i kanosin shëndetin dhe gjithashtu rëndojnë më shumë organizmin tuaj. Prandaj, ekspertët këshillojnë që nëse këmbët tuaja vazhdimisht janë të fryra dhe kjo pa ndonjë arsye që e kuptoni nga jashtë, adresoheni atë tek mjeku, pasi në shumicën e rasteve mund të jetë një gjendje e cila mund të ndikojë drejt për së drejti në çështjen tuaj shëndetësore dhe gjithashtu të ndikojë edhe në krijimin e problemeve të njëpasnjëshme. Nëse jeni duke përjetuar entje të këmbëve, të kyçeve vazhdimisht edhe ndjeni presion në vend të tyre, tregohuni të kujdesshëm dhe adresoni problemin tuaj tek mjeku specialist, pasi vetëm kështu do ta keni më të lehtë menaxhimin e këtyre shqetësimeve dhe gjithashtu të merrni trajtimin e specializuar nga eksperti. Ndaj në këto raste, ekspertët rendisin arsyet kryesore pse ju mund të përjetoni edhe entje të këmbëve. Rreth 30% e personave që i drejtohen mjekut vuajnë nga qarkullimi i dobët i elementëve ushqyes në veshka, dhe gjithashtu kjo mund të jetë për shkak të dëmtimit përfundimtar, të cilët mund të sjellin deri në dializë të veshkave ose edhe në transplant të tyre. Nëse shikoni se keni entje të gjymtyrëve, kryesisht të këmbëve, adresojeni tek mjeku pasi mund të vijë edhe për shkak të qarkullimit dhe filtrimit të jo të mirë të gjakut në veshka ose edhe lëndëve ushqyese, të cilat mund të krijojnë gjithashtu komplikacione dhe të rëndojnë akoma dhe më shumë shëndetin tuaj të përgjithshëm. Në këto raste, është më mirë që të mos e neglizhoni situatën tuaj, por ta adresoni atë tek specialisti. Kështu do ta keni më të lehtë edhe menaxhimin e këtij problemi dhe gjithashtu do ta mbani më nën kontroll problematikën tuaj. Shenja e parë e mosfunksionit të veshkave janë mbajtja e ujit që shkakton edhe entje dhe fryrje të gjymtyrëve. Në këto raste, është e rëndësishme të mos neglizhohet situata, por të adresohet menjëherë tek mjeku specialist. Gjithashtu, kujdesi i enëve të gjakut mund të sigurojë edhe testimet e plota vaskulare për të përcaktuar se si është qarkullimi i gjakut, a është prekur kjo nga ndonjë shkaktar tjetër. Entja e këmbëve është një simptom e zakonshme e sëmundjeve në veshka. Lëngu i tepërt rriqet poshtë drejt këmbëve nga graviteti. Ngritja e këmbëve mund të lehtësojë përkohësisht situatën tuaj, por në të shumtën e rasteve adresoheni atë tek mjeku specialist.
Është mënyra më e mirë për t'i bërë balë çdo problemi dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet të cilat mund ta rëndojnë më shumë shëndetin tuaj. Një tjetër arsye gjithashtu e hentjes së këmbëve është qëndrimi i ulur për një kohë të gjatë ditës. Njerëzit që qëndrojnë ulur për një kohë të gjatë dhe pa lëvizur kanë edhe shqetësime të tilla dhe duhet të tregojeni të vëmendshëm ndaj situatave që trupi juaj është duke shfaqur. Nëse ndjeni që këmbët tuaja vazhdimisht të ndihen të fryra, lëvizni më shumë ose kur shkoni në shtëpi, i mbani ato të ngritura mbi nivelin e zemrës, qëndroni shtrirë dhe i vendosni në mur. Kështu do ta keni më të lehtë të menaxhoni situatën tuaj dhe të evitoni gjithashtu fryrjen e këmbëve. Fryrja e këmbëve gjithashtu mund të lidhet edhe me teprimin e konsumit të kripës. Natriumi pra është kripa, e cila mund të ndikojë drejt për së drejti edhe në çështjen tuaj shëndetësore. Marrja e tepërt e kripës mund të vështirësojë qarkullimin e lëngjeve në trupin tuaj, çka mund të shkaktojë në gjithashtu fryrje dhe rëndesa të forta. Ekspertët këshillojnë që nëse konsumoni krip në sasi tepër të madhe, ta evitoni atë, pasi jo vetëm që do të shkaktojë fryrje të trupit të këmbëve, por mund të ndikojë gjithashtu edhe në çështjen tuaj të shëndetit kardiovaskular. Femrat gjashtatzanis mund të përjetojnë edhe një qarkullim të dobët të gjakut në pjesën fundore të ekstremiteteve të poshtme. Kjo mund të ndodhë për shkak edhe të presionit që ushtron fetusi gjatë shtatzanis, duke rritur më shumë gjithashtu presioni në këtë pjesë. Sigurisht që qarkullimi do të jetë më i dobët dhe mund të shkaktojë edhe probleme të fryrjes së këmbëve, prandaj në këto raste është një mundësi që mund të lehtësoni gjendjen tuaj duke bërë edhe pushimin e dur vazhdimisht. Nyjet e këmbëve të cilat mund të jenë të ndrydhura mund të jenë një arsye kryesore pse ju jeni duke përjetuar këto fryrje të këmbëve. Nëse përjetoni fryrje të këmbëve her pas here, kjo mund të jetë edhe për shkak të ndrydhjes së tyre. Prandaj, nëse po përjetoni këtë shqetësim, adresoheni menjëherë tek mjeku specialist për të marrë trajtimin e specializuar dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet e tij. Mund të keni probleme me luhatjen hormonale. Ndodh që në shumicën e femrave, sidomos edhe gjatë menopauzës, problemet e fryrjes së këmbëve mund të jenë më të dukshme. Prandaj, nëse ndjeni fryrje të këmbëve gjatë kësaj periudhe, adresoheni atë tek mjeku juaj specialist për të marrë trajtimin e duhur dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet që mund ta rëndojnë më shumë shëndetin tuaj. Nëse merrni ilaçe të cilat i përdorni për trajtime të ndryshme të komplikacioneve, ato mund të jenë një arsye tjetër pse këmbët tuaja qëndrojnë të fryra. Gjithashtu është e rëndësishme të flisni me specialistin e shëndetësisë për të evituar këto lloje të medikamenteve dhe për të zgjedhur ato të cilat nuk kanë efekte anësore, siç është edhe fryrja e këmbëve. Nëse mund të keni infeksione të shëndetit tuaj, këto mund të shkaktojnë edhe fryrje të këmbëve. Fryrjet e këmbëve mund të lidhen gjithashtu me infeksione të ndryshme. Prandaj, nëse her pas here vëreni shenja të çuditshme në pjesën fundore të këmbëve, adresoheni ato tek mjeku juaj. Gjithashtu, një arsye shumë e rëndë e këtij problemi është se zemra nuk po e pompon gjakun mjaftueshëm. Me siguri nuk ju ka shkuar ndërmend ky shqetësim, por mund të jetë i lidhur edhe me rrezikun e shëndetit të zemrës, siç është edhe fryrja e këmbëve, e cila mund të ndikojë drejt për së drejti nga vështirësia që zemra ka për të pompuar gjakun në të gjitha pjesët e trupit, sidomos edhe në pjesën e ekstremiteteve të poshtme, duke krijuar vështirësi të theksuara në krijimin e një qarkullimi të duhur. Dëmtimi i veshkave mund të jetë një tjetër arsye pse ekspertët rendisin edhe qarkullimin e dobët. Veshka, të cilat nuk qarkullojnë të gjitha lëngjet si duhet, mund të krijojnë edhe mbylljen e tyre në pjesën fundore, duke krijuar kështu vështirësi të mëdha edhe në fryrjen e këmbëve. Prandaj nëse vëreni këtë shqetësim, adresoheni atë menjëherë tek mjeku specialist. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.